Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 7 tetor të 2025-s. Duket se kemi një ditë mjaft të rëndësishme ku ka të bëjnë në mëngjes në orët e mëngjesit hëna e plot e tetorit që formohet në bushtin dash peshore. Kjo është një hënë e plot që na bën të bëhemi më të fort dhe të jemi më të vëmendshëm në marrëdhënie me partneritete të ndryshme, pa humbur veten ton për ato që duhet të bëjmë. Ndikohet shumë shenjat siç janë dashi, gaforja, peshorja, britsjapi të 10-2 ose ata që kanë ascendente në këto planete. Në të njëjtën ditë ku Merkuri formon një katërkëndësh me Plutonin në një kënd të dobishëm, nëse duam të bëjmë kërkime të thella, nëse duam të bëjmë ose të kemi çështje të zgjidhim në lidhje me punën tonë, në lidhje me karrierën tonë, është momenti që neve të shikojmë se çfarë duhet të bëjmë. Kjo ndikon mjaft në lidhje me një çështje pune apo prone që duhet të jemi të vëmendshëm kur të vendosim mbasditja, sepse ka të bëjnë shumë me shenjat fikse, siç ka të bëjnë Demi, Luani, Akrepi, Ujori të ditëshit parë ose ata që kanë planete në këto shenja. Gjithashtu është një ditë mjaft e rëndësishme sepse ka një peshë shumë të madhe mbi hënën e plot, ku hëna e plot ngadonjëherë ndikon në gjërat tona, në atë që neve duam të bëjmë ose të nisim. Por para se të fillojmë me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë të shikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al kemi faqen horoskop atje. Atje do sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjërat që ju doni të bëni, mbi çështjet që keni dhe si mund t'i zgjidhni, duke zgjedhur një paketë nga ato që shikoni atje dhe shkoni tek sekretaria, është ajo bluja e vogla atje, dritarja, e klikoni dhe shikoni se si të abononi dhe më pas të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që të dërgoni një mesazh për të marrë drejt pas drejti përgjigjen, atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt pas drejti përgjigjen. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Përsa i përket shenjës së dashit, duket se është një periudhë që kërkon disi vëmendje në lidhje me çështjet që neve kemi ose në çështjet që neve duam të realizojmë, duam të vendosim mbi takimet, vendimet të rëndësishme që marrim dhe gjërat të tjera që kemi. Meqense se pikërisht kjo ditë është një ditë mjaft e rëndësishme, e rëndësisë së veçantë, do thosha unë, në lidhje me takime pune, në lidhje me disa çështje të lëna pezull dikur dhe mund t'i rregullojmë. Dhe di që ditë është më i favorizuar në këtë aspekt. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me britsjap të ditëshit parë dhe me luan të ditëshit të tretë, duket se gjërat janë shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Përsa përket shenjës së demit, duket se është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që do thot kuptim plot për gjërat që neve duam të bëjmë, ose çështjet ekonomike financiare, ose të ndryshimet që mund të kemi, ose duam të bëjmë një punë të rëndësishme, të nisim diçka të re në punën tonë, por kjo hënë e plot e ditës së sotme, ditës së nesërme, sepse datën flasim për datën 7, ka të bëjnë shumë me një takim. Dhe pikërisht ky takim është paradite, është i favorshëm sepse do merrni vendime të rëndësishme në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor dhe me luan duken të mbara. Një vëmendje të vogël do bëni me akrep të ditëshit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Përsa përket shenjës së binjakëve, meqense binjakët duket se tani për tani është një periudhë ku gjërat mund të jenë siç dëshironi juve, mund të keni dhe mundësira dhe kohë për të arritur për synimin tuaj në lidhje me takime, lidhje me vendime të rëndësishme që do të merrni. Është një periudhë mjaft e mirë dhe koha ka treguar që jeni me fat në këtë drejtim
edhe ky është një moment shumë i mirë për sa i përket të çështjeve që lidhen me takime pune, lidhen me vendime të rëndësishme ekonomike, por njëkohësisht edhe me çështjet që kanë bënë me udhëtimet. Dita e sotme si ditë mjaft pozitive, ku kemi të bëjmë me hënën e plot në aksin e shenjës së dashit, ku jep dhe momentin më të mirë të mundshme dashpeshore, ku janë dhe gjërat që ndikohen në farë mënyre në pozicionin e planeteve dhe në momentet e duhur juve mund t'i zgjidhni çështjet problematike dhe mund t'i arrini qëllimin tuaj. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor të 10 ditë parë dhe me virgjëresh duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Me qenë se juve të shenjës së gafores, gafore të duket se tani e tutje, guvernatori juaj do thotë hëna e plot në aksin dashpeshore, ndihmon përsa i përket punës, përsa i përket çështjeve të ndryshueshme në fushën e ekonomisë, në fushën e ndryshimit, në fushën e biznesit, po, në fushën e biznesit sepse ka një diçka shumë të madhe që rrit mundësinë dhe kohën e duhur mbi takimet, mbi vendime që merr apo ndryshime që do të keni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshqit të dhjetëçit të parë, me akrep të dhjetëçit të tretë, është perfektja një vëmendje do të bëni me bricjap të dhjetëçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës që do të thotë luanët. Për sa përket luanëve, luanët duket se tani e tutje i keni mundësit, dhe është një mundësi mjaft e mirë për juve të kësaj shenje, sepse zgjidhni disa probleme të vjetra që nuk janë më në planet e juaja, dhe kjo është një mundësi e mirë për të parë se çfarë do të bëni dhe në vazhdimsi të gjërave, sepse koha ka treguar që juve jeni me fat, juve i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjërat që doni dhe periudhat që vijnë. Në çështjet që lidhen me anën financiare, lidhen me financat, ka të bëjnë shumë me takime, ka të bëjnë shumë me bisedime, ka të bëjnë shumë me gjëra që juve i dini shumë mirë se si funksionojnë. Çështjet afatgjat të shenjës së luanit në fushën e dashurisë duket se është me ujor dhe me dëm të dhjetëçit të dytë, por kujdesuni pak mos mu shqetësoni për gjërat që kanë ndodhur, por shikoni përpara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa përket virgjëreshave, virgjëreshat të duket se tani e tutje është një moment shumë pozitiv dhe në kohën tani nga këto ditë, sepse ka të bëjnë shumë dhe lidhet me punën ose me një kontratë të rëndësishme që mund të bisedohet, por mirë është që shikoni çfarë do të bëni në vazhdimsi, sepse çdo gjë mund të realizohet dhe mund t'i keni mundësitë, sepse juve dini shumë mirë çfarë do të bëni dhe ku do të shkoni në lidhje me anën financiare, në lidhje me ekonominë keni pasur disa probleme të vogla, po janë të zgjidhshme, kurse në dashuri nuk ka vend për të shqetësuar, sepse me peshk dhe me binjak gjërat ndryshojnë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë peshorja. Për peshorët duket se juve të kësaj shenje, miqtë e mi, keni një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv, sepse ka të bëjnë me ndikime të mëdha në fushën e dashurisë, të punës, të karrierës, pikërisht kjo hënë e plot që e keni përballë, duke pasur parasysh në dash peshore, pra në këtë kënd, në këtë hark kohor, në këtë bosht, u jep mundësi dhe çështje të rëndësishme në fushën e karrierës së ekonomisë dhe në marrje vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe gafore janë të mbara, pak vëmendje do të bëni me dash të dhjetëçit parë, sepse ka diçka shumë të madhe këtu në këtë aspekt, por njëkohësisht është dhe momenti i duhur mbi zgjidhjen dhe çështjeve të tjera që do të ndikojnë, do të diktojnë në fushën e karrierës suaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e akrepëve. Për akrepët, në fakt akrepët mundsohen shumë dhe kanë rëndësinë e veçantë në fushën e biznesit, sepse duket se jo vetëm se kanë pasur probleme dhe nuk e kanë zgjidhur, më i zgjidhin që çka me të. Është momenti i duhur tani
në këtë periudhë dhe kjo është koha që juve mund të stabilizoni ekonominë tuaj, mund të stabilizoni gjëra që do të ndikojnë ose do të diktojnë në anën tuaj të biznesit dhe të karrierës, sepse lidhet shumë me karrierën, lidhet shumë me atë çka juve jeni dhe keni. Në çështjet shpirtërore lidhet që kanë të bëjnë me luante dhe diçit parë dhe me ujorët dhe diçit të që është perfektja, po një vëmendje të veçantë, një nismë ose më saktë një diçka e madhe që do të ndiktojë në këtë drejtim, duket se është me dëm të diçit të tretë, edhe pse keni pasur debate në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shijetari. Për shigjetarët, kjo periudhë mund të duket e vështirë, por jo e pamundur në fushën e ekonomisë, sepse duket se juve jeni në një farë mënyre të ndryshoni shumë gjëra në jetën tuaj, por kjo do ndryshoj shumë për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj, në lidhje me vazhdimsinë. Jeni korrekt me atë çka doni të bëni juve, jeni korrekt me shumë gjëra pozitive. Jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme, sepse duke pasur parasysh edhe punën tuaj dhe ndryshimin e madh ekonomiko-financiar që lidhet me takime, por njëkohësisht është edhe momenti që juve mund të ndryshoni gjëra të mëdha. Në çështje që lidhen me karrierën, lidhen me vendime që merren, një udhëtim është i mundur të bëhet, sepse ja vlen në fakt, por gjithashtu në fushën e dashurisë keni të bëni me binjak, luan dhe peshk të diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e bricjapit. Përse përket bricjapëve, meqense bricjapët tani në këtë periudhë kanë nisur një diçka të re, dhe kjo është në fakt në anën tuaj më të mirë të mundshme, duke pasur parasysh edhe në lidhje me takime pune, në lidhje me disa ndryshime të papritura, më thoshja unë, dhe kjo bën që juve të dini çfarë do vazhdoni më tej, sepse pikërisht dita e martë është një ditë mjaft e mirë, sepse lidhet me karrierën, lidhet me punën, lidhet me ndryshime të tjera që do të keni në fushën e biznesit. Në çështjet shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me peshore dhe me dash duket të mbara, pak vëmendje megafore të diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë ujori. Përsa përket ujorëve, ujorët duket se kanë mundësinë dhe janë në një farë mënyre në kontakt me njerëz shumë të rëndësishëm, dhe kjo bën që në gjithë sferën që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me ndryshimet e tjera, është një moment shumë i mirë dhe një kohë e përshtatshme në lidhje me disa ndryshime rutinë në fakt, por janë shumë të mbara në lidhje me atë çka juve keni dhe bëni në anën tuaj. Meqense kjo periudhë duket se ka të bëjnë shumë me marrje vendimesh të rëndësishme në lidhje me punën tuaj, lidhje me persona të ndryshëm, lidhje me çështje të treta, por është ana më e mirë e mundshme në lidhje me ekonominë. Kurse në dashuri duket se lidhjet që kanë bëjnë me dëm të diçit parë, akrep të diçit të tretë është perfektja, një vëmendje të vogël do ta bëni me luan të diçit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e peshqeve. Për juve të kësaj shenje, meqense peshqit jo se kanë pasur një problem kush e di të ta thosha unë që ngelet në mendje. Jo. Por ka qenë një farë mënyrë një nismë ose diçka e re që ka filluar prej shumë kohësh, por vjen tani momenti i zgjidhjeve të këtyre problematikeve, por edhe momenti që është më i duhuri tani në këtë periudhë, ku do thotë anë ekonomike financiare, do thotë lidhje me biznesin, do thotë me ndryshime të mëdha që do të keni tani tutje. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të diçit parë, me binjak të diçit të tretë duket të mbara, një vëmendje të vogël do më bëni me virgjëresh, sepse kjo periudhë është pak a shumë jo problematike, por do të merrni vendime. Në fakt ditë e sotme është një ditë vendimesh dhe kjo hanë plot ndriçon dhe fushat e vështira për të marrë zgjidhje. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 7 tetor të 2025. Por para se të ndami bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashkim të detajuar dhe jeni në kërkim se si të bëni tuajën parashikimin personal, individual, atëre kemi pikërisht këtë faqen këtu, e klikoni, e shikoni dhe më pas vendosni se kë paketë do të blini,
Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, pastaj shkoni te sekretaria, është ajo drejtari e vogël aty, e klikoni dhe më pas jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit ose WhatsAppit. Për ju që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni që të dërgoni mesazh, atëherë kemi pikërisht të butonin këtu, e klikoni dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Nga unë Ropulla, një martë të mbar ju uroj. Gjithë mirat.